të kësaj natyre ka ndërhyrë drejtësia, gjë që ngre shumë pikë pyetje, në fakt, për bashkëpunimin midis politikës dhe drejtësisë, po jo në mënyrën se si ne do donim që të funksiononte ky bashkëpunim. Kështu që për momentin në Partinë Socialiste nuk ka një tjetër rivalitet, po them aq të rëndësishëm sa ky i fundit, i cili po konsumohet edhe përmes drejtësisë. E qartë mirë, nga ana tjetër ashtu si e the dhe ti në fillim, pra kemi kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Gazmend Bardhi, i cili ka renditur një sër akuzash të rënda ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke cilësuar atë pra si një simbol të korrupsionit në qeveri. Sa efektive i sheh këto akuza e ndaj Ballukut? Po, me thënë të drejtën, në qoftë se këto akuza nuk shoqërohen edhe me fakte të provuara apo me denoncime konkrete, këto ngelen në kuadrin e retorikës politike, ti e hajdut, ti ke vjedhur, ti ke bërë këtë, ti ke bërë atë. Pra, është ajo retorika e zakonshme që ne e dim që kur kemi nisur këtë zanat në media. Konkretisht bëhet fjalë për pra zoti Bardhi, me sa unë kam kuptuar, ka bërë një kërkesë për gjendjen e një çështje të cilën ai më duket e ka denoncuar në prokurorinë e posaçme dhe i ka ardhur, sipas zotit Bardhi gjithmonë, i ka ardhur një përgjigje ku kjo çështje i është thënë që është ende në hetim. Por ne nuk kemi një përgjigje nuk kemi një reagim zyrtar nga prokuroria e posaçme. Pra, kemi vetëm atë që thot zoti Bardhi, dokumentin që ka nxjerrë zoti Bardhi, nuk është se kemi një reagim nga prokuroria e posaçme vetë. Bëhet fjalë për implantin voltaik tek diga e Zadejës, rreth 8 milion euro, pra për të cilën ai ka kallëzuar zonjën Balluku. Tani, ki parasysh që sapo ka nisur sezoni i ri politik, ki parasysh që edhe për shkak të asaj seancës parë të votbesimit të dytë më saktë, të votbesimit qeverisë, tensionet kanë nisur mjaft të larta që në fillim të legjislaturës, kështu që këto janë gjëra të pritshme. E qartë mirë, e mbyllim këtu bisedën së bashku, ndjekemi sertën me pas rikthehemi. Erion Velia ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese vendimin për shkarkimin e tij nga detyra e kryebashkiautit të Tiranës, i marrë nga Këshilli i Ministrave më 25 shtator. Ankimi i tij pezullon automatikisht firmën e kryeministrit Edi Rama për shkarkimin e tij, si dhe bllokon mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme për Bashkinë e Tiranës, deri kur gjykata të dalë me një vendim. Shërtimi i një kërkese të tillë pritet të zgjasë disa muaj, duke penguar planet e PS për mbajtjen e zgjedhjeve sa më shpejt. Velia i thotë se vendimi është i palishëm dhe antikushtetues. Ai argumenton se Neni 62, të cilit u referua në propozimin për shkarkimin me argumentimin se nuk është paraqitur për 3 muajsh në detyrë, nuk mund të zëvendësojë Neni 115 të Kushtetutës, i cili përcakton se shkarkimi nga Këshilli i Ministrave bëhet vetëm për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve. Velia thekson se shkarkimi mund të merrë vetëm kur të kishte një vendim të formës së prerë, pasi atëherë mund të cilësohej si një shkelje e rëndë e ligjit apo Kushtetutës. Mirë, kemi ndikur e sertin dhe sot për diskutuar me këto zhvillime dhe të tjera, kemi të ftuar zotin Arjan Galdini. Zoti Galdini, ju përshëndesim. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Zoti Galdini, përshëndetje. Për ta nisur me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe me vendimin e fundit pra të zotit Erion Velia, si e shihni tashmë, a mund të ketë nisur vërtet hakmarrja midis kryeministrit shqiptar Edi Ramës dhe nga ana tjetër Erion Veliait? Shiko, unë kam një tezë që ndoshta do dalloj nga ato që keni dëgjuar në tregun mediatik shqiptar. Unë nuk besoj se ka një konflikt mes Ramës dhe Veliait. Unë mendoj që ka një marrëveshje për të menaxhuar një situatë që është luz-luz dhe për të rikuperuar gjithçka që është e mundshme në kjo situatë. Besoj që e gjithë strategjia ka disa fraksione, të paktën sipas këndvështrimit tim, ka atë që quhet pjesa e betejës juridike për të ndihmuar dhe për të lehtësuar Veliajin, por është edhe pjesa politike pikës pari për të mbajtur gjallë dritën politike të Veliait, pra flakën politike të Veliait, nga ana tjetër për t'i dhënë Veliait një rol përmbi partinë, përtej partisë, që nëse diçka ose ndonjë mundësi do të shfaqet për lehtësimin e situatës së tij ligjore, ai tjetë prapë në fushën e lojës me ambicie politike ose të paktën me ambicie të ndikimit publik. Një tjetër
fraksion, sipas mendimit tim, ka qenë një kalkulim i pastër politik nga zoti Rama, pse gjithmonë ai e zë opozitën nga fil, pra ka tentuar që edhe një herë të provoj faktin se opozita nuk ka figura, nuk ka njerëz me cilët konkuroj, pra nuk ka një ekip. Imagjinoni pak çfarë do të thotë për një opozitë që ka të vështirë të zgjedhë një kandidat. Vetëm mendojeni pak, mbyllni pak syt dhe imagjinoni. Gjë e parë do të thotë që opozita nuk është atraktive. Pra njerëzit nuk e shohin veten më garues me siglën e kësaj opozite sepse e shohin që nuk kanë shanse fitimi. Nga ana tjetër njerëzit kanë një problem tjetër që në politikë ndonjëherë ti hyn edhe duke marrë parasysh të gjithë koston e betejës për humbjen. Por të paktën ti mendon se në këtë garë duhet të jepet mundësia të ekspozosh vetveten, shfaqesh vetveten dhe ti të ndërtosh profilin tënd publik personal për vazhdimsinë tënde. Dhe kjo është normale për çdo njeri që hyn politik. Mënyra se si opozita i përplotson kriteret e saj, pra i shfaq publikisht kriteret e saj, e bën të pamundur që të ketë njerëz që janë të gatshëm të humbasin dhe të humbasin tre fish, pra të humbasin garën, të humbasin personalitetin e tyre, por të humbasin dhe shansin e vazhdimësisë politike. Kështu që Rama këtu ka bërë shahmat për opozitën. Gjë tjetër që unë besoj se Rama këtu... Nuk e di, më ndjek? Ke hedhur kaq shumë teza brenda 3 minutash saqë secila meriton një gjysmore më vete, po që ta bëjmë pak më konkrete. Pyetja ime e thjesht fare është. Çfarë ndodh në qoftë se gjykata kushtetuese i jep të drejtë Veliajt? Pari, ky ankimim e pezullon procesin e zgjedhjeve të parakohshme në Bashkinë e Tiranës, apo Rama dhe presidenti Begaj nuk do ta kenë fare këtë problem dhe do të vijoj pavarësisht se është në kushtetuese. Pra që ta bëjmë pak më konkrete dhe të vim tek tezat e tua pastaj. Po, krejt konkretisht, unë nuk besoj se Rama dhe Begaj dhe KQZ-ja do të kenë një problem për ta vazhduar procesin. Tek e fundit, ata vetëm nëse gjykata kushtetuese u dërgon atyre një vendim paraprak, pra një garanci pra që quhet siguria juridike që ua bllokon vetëm nëse gjykata kushtetuese ua bën këtë njoftim. Sigurimi padisë mos gaboj. Referohen shkresave që kanë shkëmbyer me njëri tjetrin. Po. Dëgjojemi? Po. Okej. Pra vetëm nëse ata marrin një shkresë nga gjykata kushtetuese, përndryshe ata do të referohen shkresave që i kanë dërguar njëri tjetrit, pra vendimin e shkarkimit Veliajt, shkresë në Angela Gaçit për KQZ-n, botimin në fletoren zyrtare të shkarkimit Veliajt, pra dhe shpalljen e vendit vakant nga qeveria për kryetar bashkie, pra unë besoj që ata procesin nuk do ta ndalin, mendoj. Sipas dienive juridike që kam unë, por eksperjenca na ka treguar që ata nuk para kanë pyetur dhe gjithmonë vendimet e gjykatave kushtetuese ose të çdo gjykate në Shqipëri janë marrë postum, pra janë marrë pasi ka ndodhur ngjarja dhe fitoria ka qenë morale, por nuk është se ka patur ndonjë vlerë juridike në vetvete për momentumin politik. Pastaj për të ardhurën ose për çështje tjera, po. Ti the që kjo është edhe një mënyrë për ta mbajtur Veliajt në lojë në një moment të dytë, që unë e kuptoj është një farë dhënie kapitali politik të Veliajt. Aq më tepër nëse supozojmë që gjykata kushtetuese jep të drejtë Veliajt postum, pra që një e drejtë morale dhe politike më shumë se sa juridike dhe konkretisht për bashkinë. Mund ta ndihmoj juridikisht sepse çështja juridike me të është drejt për drejtë ndërlidhur edhe me faktin se si ai u arrestuan detyre. Janë një sër gjërash që ekipi i tij juridik ka përgatitur me shumë kujdes dhe po e përcjell dosjen me durim në të gjitha proceset. Ajo që unë dua të kuptoj. Me sa kam lexuar. Ajo që dua unë të kuptoj nga teza jote, nga njëra prej tezave të tua është si e shndron Veliaj këtë në kapital politik. Jam shumë kurioz të kuptoj për të ardhmen. Po shiko, tani gjithmonë këndvështrimi është bazuar në atë që si e shohim politikën. Ka një moment që është pika e vdekjes në politikë dhe ai moment mund të jetë i pakthyeshëm ose mund të jetë i rikuperueshëm. Pra, në këtë moment ne mund flasim për një njeri i cili
mbaron vdes përfundimisht politikisht dhe gjasat janë të larta për Veliajin, por nëse kujdesi i atyre që kanë qenë investitorët e drejt për drejt karrierës tij, por jo vetëm të investitorëve politik, por po flasim edhe për investitorë financiar, për kontraktorët që e kanë Veliajin si strumullarin e kontratave të tyre, mund të jetë e rëndësishme që t'ja shpëtojnë karrierën, ndoshta jo për të qenë më Veliaj pretendent për kurorën e princit trashëgues, por Veliaj si një lojtar politik që qëndron aty në korridoret e politikës si një ekuilibrues dhe që përfaqëson interesat caktuara. Pra nuk po flasim më për një Veliaj që rikthehet në pozicionin e tij klasik, si jemi mësuar ta shohim, por unë besoj që ka shumë investim nga shumë palë që atë ta rikuperojnë në një mënyrë apo një mënyrë tjetër. Dhe Rama është një nga këta njerëz që po e bën këtë gjë. Nuk duhet ta diskutojmë fare faktin që arrestimi i Veliajit e ka kapur të papërgatitur edhe vetë Ramën, qoftë edhe nëse ai ka dhënë aprovimin apo ka dhënë dakordsim për atë arrestim, por nuk ka qenë në fuqitë e tij për të kundërshtuar asnjë. Këtë besoj unë dhe po të kujtoheni në fillesat fare, Rama ka shprehur haptazi nervozizmin e tij për arrestimin e Veliajit, ka qenë shtytësi i protestave që bëheshin para Spakut, ka qenë njeriu që thirri të gjithë punonjësit e bashkisë në sheshin Skënderbej për të bërë mitingun pro Veliajit dhe ka qenë njeriu që ka drejtuar të gjithë procesin e rikuperimit të punës bashkisë, edhe për të vendosur elementet e tij kontrollues brenda punës bashkisë, por njëkohësisht edhe për të qenë më i qartë dhe më i kujdesshëm për mënyrën se si do të ndihmoj, por mos harroni që aty në atë bashki janë edhe ndërmjetësit kryesorë që komunikojnë me Veliajin drejt për drejt. Pra, receptorët e Ramës brenda bashki, aty piktakohen me receptorët e Veliajit, besojnë përfshirë dhe interesat ekonomike. Kështu e shohim, nëse e gabuar. Zoti Galtini, ju si e shihni argumentin e Veliajit, pra se shkarkimi i tij është bërë pa shkelje të rëndë të provuar, thot ai, duke konsideruar kështu pra si të palishëm, por edhe antikushtetues nga ana tjetër? Po kjo është e qartë, unë prandaj jam tek teza që Rama është duke ndihmuar Veliajin. Nuk ka diskutim që kushtetuta është shumë e qartë dhe shumë e kthjellët dhe Partia Socialiste ka marrë një vendim të vetëdijshëm politik për të shkelur kushtetutën në rastin e shkarkimit të Veliajit. Pikëparë ata nuk mund të vazhdonin që të mbanin mbi supet e tyre koston e mbrojtjes së një kryetari bashkie të arrestuar, pra nën arrest, dhe ata donin që pasi e mbrojtën për shumë muaj dhe përgatitën edhe atë që quhet metodologjia dhe strategjia e tyre e mbrojtjes plot, tani ata u bën gati dhe politikisht e kapën dhe opozitën pa përgatitur dhe me këtë shkelje kushtetuese ata i japin topin prap Veliajit që Veliaj të ndihet plotësisht i viktimizuar. Pra narrativa që ka Veliaj, kush është? Viktimizimi. Po. Çfarë bën hero viktimën? Rezistenca mbi fuqitë e mëdha që kërkojnë ta shtypin apo jo? Po. Kjo është. Qartë. Mirë, për të kaluar tek Partia Demokratike. Një sekondë, kam edhe një pyetje tjetër, që jam shumë kurioz të di, po them, analizën dhe tezën tënde.